Pas më shumë se një dekade, sistemi financiar shqiptar do t'i nështrohet sërish një vlerësimi të plotë ndërkombëtar. Gjatë vitit 2026, Shqipëria do të përfshihet në programin e vlerësimit të sektorit financiar, një proces i realizuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në bashkëpunim me Bankën Botërore. Lajmi është konfirmuar nga Anke Weber, shef e misionit të FMN-s për Shqipërinë, e cila theksoi se vlerësimi do të analizojë në thellësi rezistencën e sektorit financiar ndaj goditjeve, dobësit e mundshme strukturore dhe funksionimin e kuadrit rregullator dhe mbikëqyrës. FSAP konsiderohet si një skaner i plotë i shëndetit financiar të një vendi. Programi krijuar në vitin 1999 përdoret për të vlerësuar stabilitetin e sistemit financiar, aftësinë për menaxhimin e krizave dhe cilësinë e institucioneve mbikëqyrëse. Në vendet në zhvillim si Shqipëria, ai zbatohet nga FMN-ja dhe Banka Botërore, së bashku dhe shoqërohet me rekomandime konkrete për politika mikro dhe makroprudenciale. Ky vlerësim vjen në një moment kyç për vendin, në një fazë kur procesi i integrimit evropian po kërkon parafrim të plotë të legjislacionit financiar me standardet e Bashkimit Evropian. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, ka paralajmëruar se në periudhën 2026-2027 pritet harmonizimi plot i kuadrit bankar me Acquis të BE-s, një proces që do të kërkojë bashkëpunim të ngushtë mes autoriteteve dhe industrisë bankare. Sipas Sejkos, FSAP do të shërbejë si një lloj certifikimi ndërkombëtar për cilësinë e ligjeve, rregulloreve dhe praktikave mbikëqyrëse në Shqipëri, duke evidentuar jo vetëm arritjet, por edhe boshllëqet që kërkojnë ndërhyrje. Programi i fundit FSAP për Shqipërinë u zhvillua në vitin 2013, në një periudhë kur sektori bankar përballej me nivele të larta të kredive me probleme, si pasojë e krizës financiare. Një nga rekomandimet kryesore të asaj kohe ishte adresimi urgjent i këtij fenomeni. Pas një sër masash të ndërmarra nga qeveria dhe Banka e Shqipërisë, raporti kredive me probleme ka rëndjeshëm dhe sot ndodhet në nivelet më të ulta të 16 viteve të fundit. Megjithatë, jo të gjitha rekomandimet kanë dhënë rezultate të prekshme. FSAP 2013 paralajmëronte për rreziqet që burojnë nga ekspozimi i lartë i bankave ndaj letrave me vlerë të qeverisë dhe për nevojën e zhvillimit të tregut dytësor të titujve. Sot këto instrumente vijojnë të zënë mbi 1/4 e aseteve bankare, ndërsa tregu dytësor mbetet i pazhvilluar. Një tjetër pikë kritike ishte urrëzimi i lartë i ekonomisë. Edhe pse Banka e Shqipërisë ka zbatuar masa për ta frenuar këtë fenomen, rezultatet deri më tani konsiderohen modeste. FSAP 2013 theksonte gjithashtu nevojën për forcimin e mbikëqyrjes bankare dhe për reformimin e mbikëqyrjes së institucioneve financiare. FSAP 2013 theksonte gjithashtu nevojën për forcimin e mbikëqyrjes bankare dhe për reformimin e mbikëqyrjes së institucioneve financiare jo banka, përfshir autoritetin e mbikëqyrjes financiare me synim rritjen e pavarësisë dhe efektivitetit të tij. FSAP 2026 pritet të jetë më shumë se sa një ushtrim teknik. Ai shihet si një provë besueshmërie për sistemin financiar shqiptar, në një fazë kur standardet europiane dhe stabiliteti afatgjat janë thelbësore për integrimin dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Rezultatet dhe rekomandimet e tij pritet të ndikojnë drejt për drejt në politikat financiare dhe bankare të viteve në vijim.